Kum pas mundësi me shku, jo në Evropë, edhe në Amerikë kum pas mundësi me shku, s'kum shku. Baba jam ka i kësi fëmija, nuk deke me shku kërkon heq, dhe kete shpia du më këthuj. E milion e plesht, këtu milion në Evropë, dikon e vetë me shku largë në Amerikë, dhe sham desin edhe mjetë marak për gjithmonë. Mire kemi atesin, nuk e kemi. Në Gjermani nuk mundesh ma shumë se 4-500 euro me rezervu në mujtë. Ka njerës bavaki dhe hinë kredit, morin për me arë një pushim një herë në vetë. Ai mire me dele me dhanë. Ka 60 co, po jo ma shumë i që kanë të mira fort. Ka pas fermë të lëve, shtalla 2 fermë që as në Evropë ma mirë nuk ka. Më ma dhoni një ndërtes, që janë ma narta, kështu falë bakshish, nuk për ne me shku me jetu në Prishtinë. Nuk e ndrën me katon? Nuk e ndrën me katon. Djem, nuk janë të interesu më morë me bujësi. E kam një ljop edhe dhe toke punoj ka pak, dhe pula i majmë qështu. Kryesisht më jeni me bujqësi? Me bujësi, po. Përshëndetje për krejt me shëmi edhe sot nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Bajic të komunës së Lipjanit. Kemi arë këto edhe po e vizitojmë fshatin nga gjitha cepat për me e këqyrë se qka ka të mirë ky fshat, edhe pse njerëzit shumë me mikrica, por jo edhe atë shumë njerëz me shumic, si që mund të jetë një fshat. Jemi këtu në një rrugë me të cilën po hecim edhe po i shohim shtëpia të luksoze që po i pas ka ky fshat, por po shihet se nuk ka njerëz anushëm edhe po besojmë shumë që janë mërgjimtar. Para me kemi edhe një person, është një banor i fshatit me siguri, që është duke punu këtu në tokën e tij, ose nashta edhe nuk është në tokën e tij, po gjithsesi ne po e shohim, edhe pas pak e kemi mundësinë me bisedu me to ndoshta nëse veç pranon, për me na tregu pak për fshatin se si është, që shkojnë punë këtu, me çka po mirren e gjithçka tjetër. Ç'po kalon në katon? Mirë, nuk o keq ai sik, nuk o keq, mirë është. Qysh është jeta në katon? Tregon pak për Bajicën, çfarë fshati është? O Allahi, mirë është që zotit, mirë. Edhe kam punu popullit, kam punu djemë të popullit tonë, djemë të këshive në tënë si. Ju kanë do gurbeti muaja pashijet e pa dijet, kanë punu. Se jena ka përpora fshati dëft edhe ndërtim s'ka pos. Po theke një vla jam, një tretë ka jam në Ramosh e them rom, në bethesh në herom, në Bajica ku vendosë shtetë Kosova, ke më ro punën prej me. Po mirë, dur fjallë Allah, mirë shqyqër, adin po punojnë. Tregom so, a ka njerëz Bajica, a ka njerëz që jetojnë ende në fshat apo ka ndodhur në qytet? Pak ka ndodhur për Bajice, për neve ka ndodhur pak. Se nëse do tokë që kemë nuk ka shumë, po o tokë e mirë fat nërvot, 2 vrella, 2 burima tokë të kemë. Mo ke vrella nëzirë këtu që i thujmë gjithë, vrella fëtofto alena e kuna delfini, mirë. Njerëzit e Bajicës po thuj që nuk e kanë lëshu katunin. Me çka merren kryesisht njerëzit në katon, këtu në Bajicë? Ma farë me ndërtim. Me ndërtim? Po, oj qik me ndërtim ma fort. Ma farë me ndërtim, do punojnë në rëshim, një kushin e Julja, o drejtari është të shkollë Bajicës. Ploka, shkon vjetë. Shkon, shë pa keshti? Ja, su po keshe. Qo, imë ki mu ploka dhe ti. Po, valla, dhe na kena, ama nuk i dia kena marrë në vjetë juve ajo. Inshallah ma mirë se na. Inshallah, po s'besoj se ju jeni kanë shumë atë shnetshëm se na. Po, shneta ka ma fort. Se kena mojë gjonë, që më thonë, si katonore, lëpë edhe në Ballisa. Bëllin shpita më 32 antarë jena konë. Mas tutën e mu ka ndollë dhja. Kur vajzë e të në shpitojnë s'ka hinë. Bish me të lynë edhe me vjanë pas tërmat, gjonëve, po. E kalëzëm, sot për sot, sa i besojnë anë rinia për shembull këtyne ushqimeve që ju kanë shnetshme ma herët edhe që na thojnë me i përdor për shembull për një smuj ose diçka. Se gjeneratat e reja nuk është fort që ju besojnë. Allah s'besojnë i gabim janë. Po ta s'kanë shabon gjeneratat e reja, do të më shku me kohën. Po. Tregon? Po, urna. Po. Tregon pak njerëzit e Bajicës. A kanë firma që mirën me bujqësi apo najtë diçka tjetër? Ndikushëri jam bili tezën e kam për to, gati mos jam ja qështu, 9 muj kemë nërmjet, unë jem 9 muj për atina, a i mirën me dele me dhanë. Ka 60 co, po jo ma shumë i që kanë të mira fort. Wallahi po i kanë mu shpijës gjithë. Se nuk njëm bashmire, ako pak si zajf, asë në shkollat në gurbet, asë ushtore tani,
me dhanë, me dele, a morë gjithë, edhe halo shqyqyr për këshyr. Një këshi këtë i katonit, ka pas fermë të lëve, e ka dy shtalla, 2 fermë, që as në Evropë ma mirë në ka. Ja, 6 sopa, ma shumë kanë pas, po i hësën, qysh, tek, s'patën logari, paguj rojtojnë, paguj ato, paguj punëtot, po mirën tash me traktore, me masina, me tokë, po. E të regam ty me qka mirësh, ti e pensionet, po me qka mirësh? Me kur gjahësh? Adel... Në kafe të vrella, që që do kje të shku, ha të shkem, e pim kaj kafe. Faleminderit shumë. Bilohe, po, jo veç me fol. Kallëzon pak, a ka ndalë njerëzit prej Bajicës me shumë ngërbet? A ngërbet ka vëllaj bëllë. E mota paqare, ato hësia jonë, ma zë më kesh për ta, se sen maran se me fol një kesh për të vetë në ko, ajo së mujë. Po në pasin qafë, hapë të të thamë së e mërshin, 5 dëna së japë, një e mdi, një ka më dikë ma mërë zotit. Në pasin qafë, a kanë rokin të rezën vishë për veti. Në kanë të nalën heqë, marë e ka hekë mati ma, e kanë gjuë, atje në Lipeten, e kanë gjuë atje me Lipetenit, shala hajë se, jo mirë. A keni ju familjar që janë dalë jashtë? Unë 5 jemi kam Francë. 5 jemi kim Francë? Francë, po. Një me grua me fmi, e ka shpinë e vetë ka bli atje, për 3 vjeta 4. 350.000 ju ka bo krejtë. A ke pas si qef me dalë ata 85 në Francë? Apo ke pas qef në një me majtë për vetin? Jo, qef s'ka kërkor me nërgu e vlodin, po nevoja i darja, më të shkon zote e djemë të poplit dhe gurbeti ka me majtë. Ishin shku poplit pas me zveti. Me hajnia, me të kësia, me zotën e ujtë, me vasa, me pesa. Gazi shumë bo. Zotë e gërbeti, e tani mirë shëqërë. Në kokes, bo. A këshyrin ata për shamu më këthy se shumica njerëzve që i dëgjojmë në për intervista, na tregojnë që kanë jetu jashtë, janë këthy mas s'disa vjete që kanë jetu atje, janë këthy në Kosovë. Që e gjalli jam që ka ble shpira atje, ka në e thë e gati a bërë. 8 fadrati ka bërë, ka gruën 2 djemë me një vazë ka forë zotit, ka një gruën njëri që i viru e zëtë. Ka më u shpirë vjetë këto, ka më u shpirë. Nëse bili kam një gaforë, se shkej me shoqë, nëse shoqë janë ka për e umës, dhe një ka atje 13 mujë kanë nejtë, a ba pras janë kukë, ja kanë gjithë një protezë, se për e umës, i shala ka kosh nuk pravu e qashë, mu hikë s'po heqë këkur, po zbut ka ashtë i mësonit, dhe ja kanë gjithë një protezë, që ashtu më shkurtë, bili po ka dhimë të tashe, po. Nejse, Ndregu, trega me pak, a keni kushere këto familjar, a jeni familjar me kuj shqipë? Po, jem, këgja ka la blakje. Sa janë mikëprica banor të Bajicës? Shpi? Mikëprica, njerëzit. A, mikëprica vëlloj, po janë. Buke kryp, po të pret me kaj trupin, me kaj zemër, po. Buke kryp e zemër? E zemër, po, që kanë tonë gjithë, po. Bas, na këtu rrugës që ardhe me pama edhe bajën e Bajicës. Po. Tregon pak, sa është e mirë baja për çka cilat që se mund jeshëron? Po, i shikë morën, më farë produkt, edhe për krejtë organizimin e trupit. Teke baba jura me shpirë dhe pas, teke në beth, teke thmive të vogë që dolin dhe pusha tima. Me mujtë me punë dhe këto me të lemi diglit, e surfla e ujtë, i hethege për shpeti, e pa morën. E pa ka dhe vlavin, një vlavin dyti, se 3 vlavën jem, një dyti, një smeti, i që lët e vejla të morë pak ujë për qef. Se kemë mujë shëqër, njën i Podijevës, e rreth e Podijevës, i shkonë në spital në Prishtinë. Ka gjej vjetër, sonë së kom po adet. E thë të një mjekë spital, o të filan, thëtë, a di ku nga Bajicë kolshit, thë vëllohi e zonë e kumë një, thëtë, me ka se më ka për e gjoj, në kamaran djohës, thë po qato. E vjen a i shkanar me 2 djemë, edhe mërë da konta, dhe shisha me më rruj, edhe e ke pason mjeki, ma shëru so qaj u për ty, se na mjekë të në Prishtinë që më nuë me të një muë. Të nuk e vlau, tha në vekë kështu, si me thash, vallohi, me vendë, o love jam, thash, me vendë, thash, pa morën, te pishkupi morën. Edhe pishkupi, vete kom po kërët, për po e kena pas pak lepje,
Ja 2-3 tani ka qesh e lep një vodë ose ka vishna e nërë kërën në vetë këm pytke. A ka pas në rast që kanë arë njerëzit më shnush edhe mas një kohë i ke pa prap edhe kanë thonë që e kanë shëruat smundje që e kanë pas? Jo, asë rasti, jo vetëm që gjithë njëhet që është ujë shërus. Bili me lasë sëtë në sabah herët, me këtë ujë sanë ma mirë në kohë. A ka një mek i vjetër, rike të një pat vetë, me komunë të Malesheve që shka është njëkët, në Zenelcena, aj, ramesh pyrët e pas i vjetër, zajfe, shko një i vujtën, se pa e vladë, të një qika ka pas në banisën, rike të qika vetë të një pat. Të edhe moshin e këshëshën, e plët me venë, babgjësh. Aje për shdo me nëgjes, viki lojke së që është të përmës. Suko thmija vogël. Theke me ka po më një mënë. E që ashtu është gjithë, po. Tregon bac për fund, a ja vlen halari nia ju me dalë jashtë shtetit, apo mendon që ka me u bona shta ma mirë edhe në Kosovë? Po e motër tash, sa mos ka fabrika, në përdërim, dhe ma të punu, popli son djebë nuk thehen. Nuk thehen se s'kanë logari shumë më tonë, po. Se me pas punë me rogë drejtësien, këta krejnë të tonë që përdhe në vetit jem dikushi, tani bimë binarë krejtë. Punë gjatë ditën, mra me vete familja vetë, me tesha, me bukë, me më thotë thash, është ishe thmin, ishe familjen, ishe ngërbet, ma gazepshe, ma zëra, e dihet, për modë. Qëta telefone ka që zoti, mos u ko që bidim tonë, fale keshe, shka për dorë, shka hongë, shka pite, unë si ngëj, po djemë edhe reja, dhe si ngëj. A e ki raportin e mirë me reja? Vallohi po, brasat dres, vallohi asas me qika ma mirë se kam, se 4 qika e kam të martone, edhe për reja bëjmë brasat dres, 2 kam për përshëroni, 2 mote e kam për djemë, a njene 8 vitinja, që një për juve, më shkoti, po, mishë mire, familje mire, mirë shqyqër. A kështë pas që nashta me dalë prej Bajisës me dalë me jetu në Prishtinë? Una, kor për jetë. Më madhoni një ndërtes, që o ma narta, kështu falë bakshesh, nuk për ne me shku me jetu në Prishtinë. Nuk e ndrën me katon? Nuk e ndrën me katon. Jo për mbotër ujnë e mirë, ojri i mirë, që me thonë njeri në bërë vetë në shkullat, në shpit vetë në shkullat, po. Jeta e qetë, e pashtë dhe e mirë në katon në shpitone. Po, vallaj, e lam për Allahit, po mirë. Në regullat, faleminderit shumë për kohën edhe krejta fjallë. Me një kokshë, e faleminderit edhe për juve. Me qka thatë që merën e? E kam një ljop edhe dhe toke po ne ka pak, dhe pula i majmë qështu. Kryesisht merëni me bujtësi? Me bujtësi, po. A keni përfitimet mira këto? Më lahi, më bajdare, se s'pa tham që kem përfitimet mira, pa më bajdare. Jam si farmer i regjistru të komunës Lipjanit. Po? Po, token e punoj, djemë po punojnë, unë e vetë ka shpi. A merë një subvencione për firmen që e keni? Jo, mu për tokë marë, se për firmë do të me pas të ljopë ma shumë. A me ndoni ju me u zhvillu enda në firmën që? Do, unë e ju, unë e smoj, se unë i kom bote vjetë, djemë, nuk janë të interesuar më morë me bujësi. Një djallë e kam të krasi, një ashtë këtë punat me një par firme, kam ju në vjugra. Unë e me gruë në shpe, edhe në unë se djallit. Tregon pak që është jeta në Bajicë? Jeta është e mirë, kush ka tardna me jetu, jeta shumë e mirë, ajri mirë, toka është e mirë, 2 borime i kem që si ka kush atë borime, aja vrella ne që boren e ka ujtë e fteft akëllë ka, kjo ka dë vakt, me qitana i badito marët, këllamoqin e këto i badito. Mirë është veni. Kjo baja e Bajisës që është këtu në fshatin e juj, sa është e shëndechme për me shëru smundje? Vallaj është shërus për zhugë, për i thatë, për që tu është edhe kush ka infekcion në trup, ose në vesh që ka infekcion, mi la vesh me qitë ujë, gjithë e kemi përdurë na është ilaqë. është ilaqë? Ilaqë është. A keni pa njerës që vinë edhe prej veneve të ndryshme? Pa vinë pika Hamosit, tash mas lopët e pika Hamosit vinë. Vallaj vinë për Tetove, për Macedonije, për Gilani, për Hamosit vinë, marrin ujë këtu, se kjo ujë i vrellës, luksin, këtë i thatin e ka shëru për jashta. Kur e shëren për jashta, edhe mranan
në lëks kush e ka i thati, E shëron. mjek s'kan mujt me shëru, që ky uja ka shëru që i ka pijen. Në më thonë, i thati me dalë lëks, është problem me ba operacion ati shka. Po. E që ky uja ka shëru. Tregon bat jeta në Vajit, a ka njerëz hiç, a ka banor që rrin ende këto? Ka banor, Apo ka ma ndodhur shumë se në krejt shalë ka në zonësa këtu në Bajins. Shala me të madhe kanë shumë, edhe pse unë ka to një malë 700 shpija, 1000 shpija në shalë. Po janë shumë janë dalë në përqendrë. A mendon që kishe dashur edhe ti ndonjëherë me dalë me jetu në qytet për zonën Jo, e unë Prishtinë? ju. Unë im ka mos në Evropë im ka. Para lufte. Por im ka i rije, ndej para A lufte. keni jetu atje apo veç që keni vizitu? Ja, unë kom punu atje. Sa ke punu? Sa Kom punu kohë? në Beograd, në Kroaci, në Sloveni, në Zvicër, në Itali, ka mos kom punu unë. Sa kohë keni qëndru në Europë? Në vëllaj, ma shumë se gjysën e jetës e kom qu jashtë. Po. Pi 15 vite, unë im ka jashtë. Që tash mas lufte jam në Kosovë. E pse e këthy në Kosova Pse nuk ka imponu? s'ku mujt me ba letra dhe familjen këtu i kum pas. Kur u ba lufta këtu, duhet me arë se thmini i kum pas të gruën e. Ta na erdha këtu edhe qështu. A kishe pas dëshirë prap me dalë me E jetu? këtu mas lufte kum punu edhe kum fitu mirë se ka dhe 100 marka ka dita, su kur sot 100 euro. Edhe sot në qitë profesion unë me punu, nër 6-7 euro në ditë nuk jesë, se ku punu në licem kum punu. Po. Per beton, mjeshtri kum punu. Po do me thonë kush ka zanat mjeshtri, ka parë edhe këtu, po janë do tjera sene këtu qeveria që s'pe realizon. Po. Sigurimin shëndetësor numër 1 këta do të me bo. Edhe për këta rinjën do të me siguru punë. Deri sa ka punë, puna, deri sa s'ka punë, do të me asiguru shtetit arna, dejta gjonë punën tjetër. Sot ku punu jashtë, jashtë që ky sistem është. Po. Këta nuk e bojnë qitan, me ka me bojnë qitan rinjëja si shinik jashtë. Me pas të arna gjithë, dejta gjonë punën tjetër. Kur e gjonë punën tjetër, a i punën. E që të senit si bojnë, rinjëja së rritë. Tregon pak a kishe pas dëshirë prap me dalë me jetu në Europë? Unë për veti, kum pas mundësi me shku, jo në Evropë, edhe në Amerikë kum pas mundësi me shku, e s'kum shku. Pse? Se unë në ofenzive në mrabë, se në Mali mi kom, kur kemi shku në Stankovec në Blas aty, Maqedoni, im ka ishe unë për Kanadë me shku, dhe si më shku heq. I Se kum s'ke pas shku? flesht me veti, thmin me veti, kum pas krejt, baba jem ka i kësi thminja, nuk dhe kemi shku kërkon heq, dhe këtë shpia du më këthuj. E milion e plesht, këtu milion Evropë, dikon e vetë me shku largë në Amerikë, dhe sham desin edhe mjetë marak për gjithmonë. Po. Edhe s'kum shku. Jem nalë në Evropë mangat, në Itali jem pas nalë, në Sicili na kom na patenquën, si refugjat, aty kum nej gati 2 muj dit, e me letra me krejt na i kanë bo, po s'kum dasht me nejt. Se s'um rriqin edhe plesht. Krejt i kina pas letrat, i kina pas, po s'kemi nejt, jemi arë këtu. Mire kemi atesin, nuk e kemi keq, mirë. E çka po mendon sot për rinin tonë që e kime që po dalin një pjesë e madhe e djevëve tonë jashtë me jetu, me punu në Gjermani, në Zvicër, në Për Itali? njën tonë, unë e kishna thonë që ke qeveria jonë në kohë që i formohet në i herë, mi bo dhe kushte, jo shumë kushte, rinia nuk dalin jashtë. Sigurimin shëndetësor numër 1. Punësimin do të mjaftë siguru trive, nëse ka punë, punën. Nëse s'ka punë, do të mi siguru të ardha në mes endit sigurimit birovit, mi adha rogën. Po. Dhejta gjonë punën tjetër, su kur deputet. A pe marrin rogën e s'fa bojnë kur gja. Ha? Po. Ata e marrin rogën, vere dimen. Edhe 3 do të me pas tarna. Me pas rogën e mirë, ka qef me pas shpit vetën, a banes, martohet me kriju familje, me pas tarna. Pa tarna që shmetu. Qërë në Gjermani nuk janë rogët e shtrajta. Në Gjermani nuk mundesh ma shumë se 4-500 euro me rezervu në mujtë. Ka njerët baki dhe hinë kredit, morin për me arë një pushim një herë në vetë. Po jeta o ndrysh atje. E ki sigurimin shëndetësor vrahesh, e ki siguru në rogat hecë, shkon dhe mjekja në nej. Këtu baki mytë e shkrejt, ose vrahesh jeti në valit, si e blogëri kërkush. Që aty sene pi bojnë rinja me edhe s'fa dojnë me nej këtu. Nuk po dojnë me jetu këto. Për qita. Ti baci Unë kur i di që jam i pa shkollë, qeveritar që nuk i din të sene. Ata i din ma mirë se une. Tregon baci ti je këtu në katunin tonë. Po, Edhe këtu ku jetu punu është toka jote, apo? po, tu ka jem po. Sa ari është kjo, qysh shkon? Kjo arë nuk është e jam, une kam që ato të sortë që t'jen telë. Me qitë kojshine, kum bo rakate, kum pas një facu penal, e tash kjo e ka bleku i kitaren, kjo e ka bleku për një kushërin. Arat unë i kam anej poshtë i kam. A është ari shtrejt këtu në Bajic? Jo, nuk është rajt.
O tokë e mirë, po shtrajt nuk është. Që ty ashit, vëlla 1000 ari, a ne i poshtë ma shumë se 4-500 nuk shkon ma shumë, edhe nërva dhe tokë. Se s'pe dhe tokën kërkosh, për që ta dhe tokë si ka hub lera. Gjanë s'pa majnë, kur gjë ju, qështu. E qa me ndonë për rinin tonë që nuk kanë qef me punu me bujtësi, nuk kanë qef me jetu në katon edhe dalin në qytet, qa me ndonë për ta? Unë me konë vend tyne në qytet veç me punu edhe akshamë më kush largë me arë në shpi. Unë vetë kum punu mas lukte, në Prishtinë. Gjithë ditën kum punu akshamë më ka duk largë me arë të shpia. Ma mirë se në shpi këtu në katon nuk ka kërpuni, në qytet që tu. Unë i kam djetë dhe miljes në Prishtinë, ba në katastrofë në 7 metrë. Këtu e ke mujtë e mirë, ajri mirë, tanat. U kur da lara, ymrim rritet. E këqyri gronin ka vajbohë që në ajri pastër, natyra qelë. Sot bilim ka heq ma darkë ju me një fshat dokim ka, e kanë shku sot një rrugë asfalt që kanë shku, atje është një restorant. Edhe atje gjenë s'ka po vend i mirë, natyre mirë shumë. E rinia s'pa dojnë shku na për pjeshke, na për katunë, na për metu, është mirë këtu. Po është pak largë, unë im ka jashtë, në Zvicër e ka mos, po atje ka 300-400 km si pa shumë me sapë, me kërë shke shumë me punu, largë. E këtu 30 km Prishtina largë për na dukë. Qka e në 30 km? Kur gjë se desh, kajtë kanë kjerë. Firmat, shumisa firma ta hekin e otimin, me kërë mund me otu. Feks, faleminderit shumë bac. S'ka gjao, Faleminderit shumë për kohë.